Debatin e filloi këshilltari dhe koordinatori i grupit të këshilltarëve nga radhat e RDK-s, Vesel Mehmeti, i cili në fjalimin e tij para këshilltarëve theksoi se edhe për skaj 2 rebalanceve të bëra në buxhetin e vitit të kaluar, realizimi i buxhetit nuk është realizuar për rreth 2 milion euro. Ky është ribalansi i parë. Ky është ribalansi i dytë dhe sërish kemi mos realizim të krejt këtij planifikimi edhe pas di ribalanseve dhe numrave që i përmesin. Më lejoni t'ju them tash, për shkak se krejt punojnë me numrat, edhe unë do të mundohem të punoj me numra. Do të thotë, të nderuar kolegë këshilltar, përfaqësues të medjave, e shifni se edhe pas di ribalanseve që jashtë bë këtij buxheti të vitit 2014, sërish kemi minus 2 milion denar, do thotë rreth 120 milion denar apo 2 milion euro më pak nga ajo që është planifikuar edhe mbas ribalansit numër 2. Do thotë kjo tregon se planifikimi për buxhetin e vitit 2014 është dështim i madh total. Për diturin tënde se je pa ditur, unë kam qenë në trajnim special në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kam mbajtur në fjalim në State Departamentin Amerikan dhe State Departamenti Amerikan ka financuar mu $150.000 dhe jam i shpallur dhe qytetarin derit e Nebraskës dhe Lincolnit. Unë s'kam çka të bëj ty që ti nuk vjen me trurin tënë, po vjen me momente që tërkuj, veç ti lodhish këshilltarët, mendon se do t'i manipulojsh qytetarët e Gostivarit, nuk e shes se qyteti Gostivarit me realizimin e projekteve tona, me realizimin e buxhetit ton, është qyteti më i rregulluar në nivelin nacional në vendin ton, dhe mund të themi me mburja, se atë e thënë edhe tjerët, se është qyteti më i rregulluar dhe në rafshin kombëtar, duke përfshirë 2 republikat tona, Shqipërinë dhe Kosovën. Mua më ka dhënë mandatin popullata dhe ato e dinë se si unë menaxhoj me financat e komunës, ato e dinë se si unë i arktoj tatimet nga qytetarët, ato e dinë se si unë bashkëpunoj si me faktorin ndërkombëtar, ato e dinë se si unë bashkëpunoj edhe me qeverisjen qendrore, po ty sun të mbushi mendin se ti veç del këtu për të ofenduar. Unë jam kryetar, edhe kryetar 24 karat, prandaj më respektojnë gjithë, si qytetarët e mi, si qytetarë në nivelin nacional, dhe unë i kam kaluar gjitha fazat. Kam qenë unë edhe këshilltar, por nuk kam detur, se kam pa të arsyeshme. Kam qenë unë 3 vjet deputet, kam qenë unë kryetar 4 vjet. Do të thotë, unë kërkoj edhe njëherë, thash edhe më herët, them edhe tani, le dalin këtu përpiluesit e buxhetit. A kam ofendu dikend me fjalët e mia, me argumentet e mia? Unë kërkova përgjigje nga përpiluesi. Apo? Do të thotë, ju jeni përpilues, kërkova nga ju. Nuk kërkova nga propozuesi se nuk i merr vesh të punë. Prandaj, edhe një herë, ju lutem të më përgjigjeni direkt. A ju ofendova me numrat që unë i theksova këtu? Nëse ju kam ofendu, ja kërkoj falje publikisht, po kërkoj përgjigje direkte. Mos shqyqoni as të majt, as të gjatë. Kërkoj si ju ofendova unë juve me këta numrat. Në cilën mënyrë ju kam ofendu unë juve. Ndërsa përse i përket asaj se si ka fitu, ai ka fitu zgjedhjet, shumë shpejt dë shefet se qish ka bua ki njeri. Ja ku ka ndalë, mo kretë për midani ka dalë. Se ki njeri ka erdhë në këtë komunë me Sasha Mjallkovin. Dhe me Sasha Mjallkovin të shkua gjithë ku duhet shkua. Falënderit. Përmendet Sasha Mjallkovi kotë, që s'ka lidhje me atë punë. Përmendën vjedhjet e votave që s'kan lidhje me atë punë. Ja shkoj viti 2015, vjen 16 dhe kemi zgjedhje. Pregatiti, gjenjë njeriun që duhet të jetë kundër kandidat i kandidatëve të partive tjera, që t'ju mbushën mendën që t'i fitonë zgjedhjet. Po ju, prej ditën e parë, me ofendime. Unë nuk ofendoj asnjë, po ja them të
vërtetën. Ujku pi qingjit prej delet nuk frikohet. Unë jam kryetar. Asaj takon shkollimit tem këshilltari e Bukurie, ti e din se unë kam qenë bursist i universitetit, ti e din se Tirana ka financuar shumë për mu, notat i kam mbi 10, po nuk e shoh të arsyeshme që të marrë titullin magjistër, se jam përcaktuar për politikë, edhe qytetarët e mi në sferën e politikës kanë investuar për mu mbi 20 vjet, edhe unë do ju shërbej deri në vdekje qytetarëve të mi si politikan,